Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lirek Sylmeta. Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi bashkë me edicionin informativ të lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Rikthehet vëmendja nga gjykata speciale, pa qartë mbetet koha për funksionalizimin e saj. Dita e demokracisë pa harmoni në kuvend, të zgjedhurit polemizojnë para qytetarëve. Veteranët me peticion kundër Hotit nisën mbledhja në nënshkrimeve për dorëheqjen e ministrit. Trepça rrezikon të shkojnë në likuidim, qeveria e AKP-ja heshtin. Sot është mbajtur konferenca e parë në Hag ku janë shpalosur detaje rreth krijimit të dhomave të specializuara të gjykatës speciale. Administratorja e dhomave të specializuara Fidelma Donlon dhe kryeprokurori i gjykatës David Shwediman megjithatë nuk kanë dhënë ndonjë afat të caktuar kohor se kur do të ngrehin pa ditë para, por kanë thënë se gjithçka që flitet në publik rreth kësaj gjykate është e paqëndrueshme. Përfaqësues të gjykatës speciale dhe dhomave të specializuara të Kosovës kanë mbajtur sot për herë të parë konferencë rreth funksionalizimit të kësaj gjykate në Hag. Administratorja e dhomave të specializuara Fidelma Donlon dhe kryeprokurori i zyrës së prokurorit të specializuar pranë gjykatës speciale David Shwediman kanë sqaruar detaje të shumta lidhur me këtë gjykatë, por pa dhënë një datë se kur do të ngrihen pa ditë para. Ata kanë thënë se gjykata speciale për krime lufte nuk është një gjykatë klasike ndërkombëtare, por një dhomë e posaçme e gjykatave të Kosovës dhe çdo gjë do të bëhet në kuadër të gjyqësorit të Kosovës. Kryeprokurori Shwediman tha se kushdo që flet në publik dhe përmend informata të mundshme të prokurorisë nuk e thot të vërtetën. E vërteta është ajo që ai do të përgjigjet në të ardhmen dhe ajo që do të jetë pjesë e aktakuzës që do të publikohet ndërkohë. Shwediman tha se do të zhvillojë hetimet e tij pa frikë dhe pa asnjë favor, duke shtuar se është i vetëdijshëm për ndjeshmërinë politike të asaj çfarë po bën, por në punën e tij do të udhhiqet vetëm nga faktet dhe nga ligji. Megjithse asnjëri prej tyre, as kryeprokurori e as administratorja nuk thanë se kur mund të priten pa ditë para. Beso se kjo mund të ndodhë në pjesën e parë të vitit të ardhshëm. Administratorja Donlon theksoi se emrimi i saj në këtë pozitë në prill 2016 shënon jetësimin zyrtar të institucionit të dhomave të specializuara. Kam nderin dhe privilegjin të shërbej si administratore e dhomave të specializuara të Kosovës. Një zyrë administrative funksionale është një ndër elementet kyç të një gjykate efikase. Jam e përkushtuar për realizimin e mandatit të dhomave dhe mundësimin e gjykimeve të sigurta, të paanshme, të drejta dhe të efektshme para dhomave, është shprehur ajo. Donlon ka shtuar se ligji parashtron kuadrin për masa të forta për mbrojtjen e dëshmitarëve, duke respektuar plotësisht të drejtat e të akuzuarve. Ajo ka pohuar gjithashtu se procesi i përzgjedhjes së kryetarit të dhomave të specializuara dhe gjykatësve në listën e gjykatësve ndërkombëtar sapo ka filluar dhe kryhet nga një komision përzgjedhës i pavarur në përputhje me dispozitat e ligjit të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Pas emrimit të kryetarit të dhomave dhe gjykatësve, do të punohet për miratimin e një dokumenti ligjor thelbësor, rregullore së procedurës dhe provave, e nevojshme për kryerjen e procedurave gjyqësore. Një proces tjetër i rëndësishëm është rekrutimi i punonjësve të dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, i hapur për shtetas të shteteve anëtare të BE-s dhe të shteteve të tjera. Gjykata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999-2000 të ngritura ndaj pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ajo financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës. Konferenca për gjykatën speciale është mbajtur pikërisht në ditën ndërkombëtare të demokracisë. E këtë ditë ka shënuar edhe Kuvendi i Kosovës, duke i hapur dyert për qytetarët, por aty pati polemika mes të zgjedhurve të popullit. Të ndjekim kronikën. Në demokraci ka përplasje mendimesh e konceptesh. Këtë kanë argumentuar në mënyrë praktike përfaqësuesit e zgjedhur të Kosovës pikërisht në ditën e demokracisë.
ka qenë deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Faton Topolli, ai që ka replikuar me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli para shumë vizitorëve që kishin shkuar për ta parë nga afër se si funksionon tempulli i demokracisë së shtetit. 364 ditë nuk kemi demokraci dhe vetëm një ditë demokraci. Uroj që të angazhohemi për demokraci, po në ditën e demokracisë dua t'ju përkujtoj që Glauk Konjukca, kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, 2 deputet tjerë janë në masa policore. Kjo dhe tregon se sa është demokracia e fuqishme. Edhe proletarët si Fatoni flasin kur dojnë. Veseli e pranoi që kashi qytetarëve duhet të jenë të përgjegjshëm, pasi që siç tha, në rrugën drejt lirisë kanë bërë edhe gabime. Në njëjtën kohë në rrugën tonë kemi bërë edhe gabime, për cilat veçanërisht ne politikanët e Kosovës duhet jemi edhe më të përgjegjshëm për ata cilët na besojnë, na votojnë dhe cilët kanë idealin e tyre që Kosova të jetë një vend edhe me zhvilluar, një vend edhe me demokratik. Kurse drejtori i USAID-it në Kosovë James Hope theksoi se kuvendi i Kosovës është vendi më i dur ku sot duhet të shënohet kjo ditë. A bit chaotic. This is very much a good. Është kënaqësi të ju bashkangjitëm juve në këtë ditë. Mendoj që është vendi më i duhur ku duhet të mbahet kjo ditë. Pikërisht është kjo ditë që të hapen dyert për qytetarët dhe të krijohen urat e miqësisë mes deputetëve, qytetarëve dhe të gjithëve. National Democracy Day. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu, i cili edhe dorëzoi hulumtimet parlamentare nga ky institut te kuvendi, tha se të gjitha këto hulumtime i kanë ndihmuar kuvendit të Kosovës që të arrijë kontributin e tij në segmente të ndryshme. Të realizojë rreth 40 hulumtime parlamentare të cilat do të shërbejnë deputetëve nga sfera ose nga prizmi jo qeveritar për të qenë alternative dhe konkurruese me idetë dhe projektet apo legjislacionin i cili mund të vinë nga qeveria. Kuvendi i Kosovës për ditën e demokracisë ka organizuar një varg aktivitetesh të ndryshme. Përpos në hol të kuvendit, shumë nxënës nga shkolla të ndryshme të vendit kanë vizituar edhe sallën ku mbahen mbledhjet parlamentare. Disa prej tyre janë shpërblyer edhe për pikturat më të mira të cilat tematik kanë pasur demokracinë. Këto piktura do të qëndrojnë të vendosura në kuvendin e Kosovës. E jashtë kuvendit, deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu ka kritikuar deputetin në PDK-s Adem Grabovci. Ajo ka thënë se Grabovci me paraqitjen e tij të djeshme shënoi edhe një rast në polici. Sipas saj, pas skandalit me djemt të tij, tash edhe 3 policë të tjerë i pan sherin atij duke u suspenduar pasi nuk ja kontrolluan veturën. Edhe sa policë duhet të dënohen dhe të tjerë të përbuzen me veprimet të kohëve të fundit. E dim se si u trajtua shtënia me armë nga selia e PDK-s, e personi u lirua me njëherë nga presioni publik, tha ajo. Haxhiu tha se përgjimet që do të publikohen në të ardhmen janë edhe më të rënda se këto që janë publikuar deri më tani. Arsyeja kryesore se pse ne si Komision për Legjislacion. Ndërkohë në Bruksel është arritur marrëveshja për targat e automjeteve mes Kosovës dhe Serbisë. Pala vendës edhe ajo Serbisë e interpretojnë këtë marrëveshje si ideale për të dy palët, ndërsa pala e tretë negociuese Bashkimi Evropian kërkon bashkëpunim të mirë mes Kosovës dhe Serbisë edhe për marrëveshjet e radhës. Të gjitha veturat që kalojnë nga Kosova në Serbi më nuk do të bartin këtë targa. Deri tash, qytetarët sa herë që kalonin në Serbi detyroheshin të vendosin këtë targa prova. Pas 11 orësh bisedimesh mes palës kosovare dhe asaj serbe në dialogun teknik në Bruksel, u tha se u arrit marrëveshja për lëvizjen e lirë, gjithsesi reciprocitetin me targat. Që në muajin nëntor automjetet që vinë nga Serbia, por edhe ana sjelltas, do të detyrohen të vendosen në tabel një shenjë të bardhë që nuk do të jetë të dallueshme. Arritja e marrëveshjes në mënyrë të pjesshme është e përkrahur edhe nga lista serbe. Ono što je sigurno jeste da Unë mendoj se është arritur një marrëveshje e drejtë dhe mendoj se dialogu nuk ka fitues. Dialogu është zgjidhja dhe ekipi ynë negociator i udhëhequr nga Marko Đurić ka gjetur zgjidhje ideale për serbët në Kosovë. vade probne tablice. Pala kosovare ka njoftuar për heqjen ilegale të targave të automjeteve në veri. Ministrja Edita Tahiri, kryenegociatore në dialogun e Brukselit, deklaroi se në këtë marrëveshje është vendosur parimi i reciprocitetit në tabelat e automjeteve në mes të dyja shteteve, që do të thotë se çfarë vlen për tabelat e njërit shtet do të vlejë edhe për tabelat e shtetit tjetër. Si dhe kjo marrëveshje i jep fund përdorimit të tabelave prova, të cilat një anshëm ishin vendosur nga ana e Serbisë ndaj veturave me regjistrim RKS të Kosovës. Këta arritje të marrëveshjes në mes Kosovës
Kosovës dhe Serbisë e ka mirëpritur edhe Bashkimi Evropian, derisa ka bërë thirrje për nisjen e bisedimeve për Telekomin, Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe dhe energjinë. Për këto 3 tema, të dyja palët do të vazhdojnë dialogun më 27 shtator, ka njoftuar Maja Kocijancic, zëdhënëse e shefes për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Për një fjalë ka dalë të lashe Ministri të Financave Abdullah Hoti, që nga mërkura në mbrëmje një numër i veteranëve të luftës së UÇK-s kam filluar në nënshkrimin e një peticioni kundër deklaratave të tij se nuk ka mjetë për pensionet e të gjithë veteranëve. E nga Këshilli për Mbrojtjen e Veteranëve thonë se nuk janë në dieni për këtë iniciativë. Disa veteranë të luftës së UÇK-s që nga mërkura në mbrëmje kanë filluar në nënshkrimin e një peticioni kundër Ministrit të Financave Abdullah Hoti për shkak të deklaratave të tij se Kosova nuk po arrin të sigurojë mjetet për t'i paguar pensionet për veteranët e luftës. Këto deklarata ata i cilësojnë si skandaloze, duke shtuar se askush nuk ka të drejtë të luajë me ndjenjat e veteranëve. Brom në ora 18 një peticion kundër Ministrit Abdullah Hoti. Jemi duke konsultuar gjitha shoqatat e nivelit lokal në qendrat komunale. Ne nuk jemi duke akuzuar askën, ne jemi duke mbrojt identitetin tonë dhe vlerat e veteranëve të luftës, sepse nuk guxon dhe nuk ka të drejtë as morale, as ligjore, as një ministër, as një pushtetar delët të fynë veteranët e UÇK-s. I pyetur se përse nuk po kërkojnë së pari llogari prej komandantëve të tyre, pasi që ata i kanë dërguar emrat e veteranëve të luftës në Komisionin Qeveritar për verifikim, ai tha se ka tejkalime, por shfaqsoi komandantët duke ja hedhur fajin komplet Komisionit Qeveritar. Nuk mohoj as po një gjë të tillë, ka mundësi rrugës të ndodhin gabime, të ndodhin te kalim ose ndoj gabim, po nuk jam i thirrur të flas zyrtarisht për pjesën e verifikimit, sepse nuk jam si shallë, nuk jam pjesë e komisionit, edhe nuk kam të drejtë ligjore të flas për atë pjesë. Po sido që të jetë, është një komision qeveritar, i cili paguhet prej qeverisë, do qytetarë thonë se veteranë i luftës mendojnë njëjtë si ju që ka ndonjë tejkalim. Por pavarësisht kësaj, kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e Veteranëve të UÇK-s Xhevdet Qeriçi nuk është në dieni për këtë iniciativë. Deklaron se nuk është e rëndësishme se nga sigurohen mjetet për veteranët, por kërkon që qeveria t'i kryejë obligimet siç i takon në bazë të ligjit për veteran. Unë nuk jam në dieni rreth kësaj iniciative, për ne është e rëndësishme që qeveria t'i kryejë obligimet ligjore, të cilat ju takojnë veteranëve të luftës së UÇK-s. Nuk është në rëndësi se ka sigurohen këto mjete, mirë po t'i kryejë ato obligimet të cilat u garanton ligji këtyre kategorive. Është pikërisht kryeministri dhe qeveria, sepse u ka lënë duart e lira që të veprojnë ata dhe të punojnë, do thotë pa dhënë asnjë llogari atyre të cilët e kanë formuar këtë komision. Ditë më parë, Ministri i Financave Abdullah Hoti ka deklaruar se Kosova nuk po arrin të sigurojë mjetet për t'i paguar pensionet për veteranët e luftës. Çështja e pagesës për veteranë është e lidhur me programin që kemi me fondin monetar dhe jo vetëm kaq. Hoti ka thënë se numri i veteranëve sa vjen e shtohet, duke shtuar se me buxhetin që ekziston për këtë vit mund të paguhen vetëm 38.000 veteranë. Dërojmë temë të informacionit. Gigantin metalurgjik Trepça po presin ditë kritike. Deri në fund të muajit tetor, Trepça duhet të bëhet me ligj të veçantë, në të kundërtën kjo ndërmarrje mund të shkojë në likuidim. Menaxhmenti i Trepçës paralajmëron për rrezikun e kësaj ndërmarrje, duke e konsideruar interes të përgjithshëm. Muaji i ardhshëm do të jetë vendimtar për fatin e ndërmarrjes Trepça. Giganti metalurgjik tash e sa kohë po pret që të bëhet me ligj të veçantë, me anë të cilët parashihet të bëhet ndërmarrje publiko-qendrore me mundësi të partneritetit publiko-privat. Por nëse një gjë e tillë nuk ndodh deri në fund të muajit tetor, kjo ndërmarrje shkon në likuidim. Ahmet Mava, drejtori i ndërmarrjes Trepça, ka thënë për Tribuna Channel se është tmerr nëse imagjinohet një gjë e tillë. Vetëm të na shkoj mendja se Trepça mund të shkojë në likuidim është merr, që s'mundemi as si opsion me mendu. Institucionet qendrore janë të vetëdijshme për rëndësinë e këtij ligji dhe besoj se në afatet kohore do të aprovohet ligji për Trepçën. Nuk mund as ta imagjinoj se Trepça mund të shkojë në likuidim. Tmava thot se nuk beson që dikush për një neglizhencë do të lejojë që Trepça të shkojë në likuidim. Ne kemi pasur takime me nivelin qeveritar dhe u kemi treguar për emergjencën dhe limitet kohore dhe po presim për procedim në kuvend. Nuk besojmë në asnjë formë se mund dikush për një neglizhencë, çfarë do qoftë ajo me leju këtë likuidim. Ligji është në interes të gjithëve.
E gjatë ditës një delegacion i ambasadës amerikane ka vizituar Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ku ka shprehur interesim në punën e agjencisë dhe sfidat e saj, duke përfshirë zhvillimet lidhur me ndërmarrjen shoqërore Trepça. Gjatë takimit menaxhmenti AKP-s i njoftoi përfaqësuesit e ambasadës së SBA-s lidhur me procesin e privatizimit të realizuar në Kosovë deri më tani dhe strategjinë e agjencisë për vazhdimin e këtij procesi dhe për zbatimin e mandatit të saj ligjor. Tribuna Channel ka provuar gjatë ditës të marrë një përgjigje nga Agjencia Kosovare e Privatizimit për të marrë vesh se a kanë arritur të bëjnë studimin e fizibilitetit për Trepçën, por ata nuk janë përgjigjur interesimit të televizionit. Përgjigje Tribuna nuk ka arritur të marrë as nga qeveria e Kosovës. Deri më 1 nëntor është afati kur duhet të miratohet ligji për Trepçën, për ndryshe giganti metalurgjik mund të shkojë në likuidim. Për 2 ditë me radhë priftërinë të manastirit të Graçanicës së bashku me zëvendës kryeministrin Stojanović e me vullnetar të tjerë kanë pastruar objektin e kësaj kishe si dhe I kanë lyer muret e brendshme të saj. Mirë po për aktivitetin e tyre nuk kanë pasur leje nga Komuna e Prishtinës. Për këtë inspektoratët komunal sot kanë ndaluar edhe pastrimin të kisha. Edhe pse serbët në Kosovë bashkë me zëvendës kryeministrin Branimir Stojanović vazhdimisht kanë dhënë deklarata se kisha ortodokse serbe në kampusin universitar duhet të funksionalizohet, qeveria e Kosovës nuk po merret me këtë çështje. Tribuna Channel ka kërkuar një përgjigje nga këshilltari politik I kryeministrit Isa Mustafa Bajram Gecaj se janë të pajtimit që kjo kishë të funksionalizohet, por ai ka thënë se nuk kanë diskutuar për këtë çështje. Për 2 ditë me radhë, priftërinjët të manastirit të Graçanicës së bashku me zëvendës kryeministrin Stojanović e vullnetar të tjerë kanë pastruar objektin e kësaj kishe si dhe brenda saj janë lyer disa mure. Mirë po, për aktivitetin e tyre nuk kanë pasur leje nga Komuna e Prishtinës. Për këtë inspektorët komunal sot kanë dalur edhe pastrimin te kisha. Tribuna Channel më parë kishte provuar të marrë një përgjigje nga Komuna e Prishtinës nëse ky objekt posedon leje dhe nëse jo a do të rënohet, por ata nuk janë përgjigjur televizionit. Ndërkohë të njëjtat pyetje janë dërguar sot. Zyrtarët komunal kanë vendosur që televizionit të referohet vetëm një statusi në Facebook të kryetarit të Prishtinës Shpend Ahmeti, në të cilin ka shkruar se komuna ka ndërprer këtë aktivitet dhe ka kërkuar nga këta persona dokumentacion zyrtar për pastrimin e kishës. Komuna e Prishtinës nuk posedon asnjë dokumentacion rreth kësaj ndërtese. Që më shumë se një vit kemi bërë thirrje tek të gjitha palët të sillen dokumentacionin relevant, por kemi hasur në mospërfillje. Ne do ta zbatojmë ligjin sa I përket kompetencave të komunës dhe I ftojmë të gjitha palët dhe të gjitha institucionet që të funksionojë në përputhje me ligjin për ndërtimin, ka shkruar Ahmeti. Ky objekt përveç shihet si provokim për shqiptarët, për analistin politik Doni Ksallova, shihet si objekt që përdoret nga lista serbe për politizim. Lista serbe duke parë se qeveria e Kosovës, po themi edhe koalicioni qeveritar ndodhet në po themi në krizë votash, unë mendoj që do të tentoj që ta transportoj këtë çështje në agendën politike me synimin që përfitoj në funksionalizimin eventual të kishës. Çështja e kishës lidhet me një leadership të fortë politik, që do të thotë se do të jetë një kryeministër dhe një kryetar I komunës së Prishtinës, cilët në sintoni do të marrin vendim që këtë objekt ta trajtojnë si objekt pa leje dhe si objekt I cili ndoshta do të mund të interpretojë si nxitës I urrëties ndëretnike dhe ndërfetare në Kosovë. Kërkesë për funksionalizimin e kësaj kishe janë bërë edhe gjatë gërmimeve afër saj, ku dyshohej për trupat e varrosur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Këshilli I Sindikatës së Bashkuar të Arsimit ka deklaruar se shumica e mësimdhënësve në nivel vendi janë deklaruar kundër mbajtjes së testit me shkrim të paralajmëruar nga Ministri I Arsimit Arsim Bajrami. Ata kanë paralajmëruar edhe një grevë nëse veç ndodh mbajtja e këtij testi vlerësues. Vetëm për numrin. Këshilli I Sindikatës së Pavarur të Arsimit ka deklaruar se shumica e mësimdhënësve në nivel vendi janë kundër mbajtjes së testit me shkrim të paralajmëruar nga Ministri I Arsimit Arsim Bajrami. Ndërkohë, kryesia e Sbashkut ka deklaruar se në takimet e fundit me ministrin Bajrami, I cili ka premtuar se nëse mësimdhënësit kundërshtojnë një gjë të tillë, masht nuk do ta realizojë me forcë. Por edhe pse për këtë kryetari I Sbashkut, Raman Jashari, nuk ka ndonjë vendim me shkrim, Sbashk ka thënë se grevë do të ketë për ligjin për statusin e mësimdhënësve të viteve të 90-ta, ndërsa pagat suplementare dhe shuajta e cila është kompetencë e komunave do të dërgohen përmes rrugëve gjyqësore. Pra, grevë do të ketë për ligjin mbi statutin e mësimdhënësve të viteve 90, gjyq do të ketë për komunat nëse nuk I realizojnë udhtimin edhe 3 pagat, ndërsa po presim edhe çka do të ndodhë me universitetin. Spakut kërkesa e tyre është që të bëhet unifikimi I
pagës bazë me pjesën stimulative për administratën. Nëse nuk ndodhë dhe kjo e ka premtime, atëherë do ta kemi edhe administratën me 1 tetor në grevë. Kurse nëse masht do të mund të organizoj testin dhe pa dashjen e mësimdhënësve, Jashara ajo shprehur se ministri nuk mund të bëjë një gjë të tillë, pasi sipas tij nuk ka as bazë ligjore. Jashara ka deklaruar se nëse një gjë e tillë ndodh, atëherë mësimdhënësit do ta bojkotojnë këtë test. Fillimisht ministri nuk mund ta bëjë këtë sepse nuk ka bazë ligjore, sepse në asnjë dokument deri tashëm, as ligjin mbi arsimin parauniversitar, as ligjin mbi arsimin universitar, as në strategjinë e zhvillimit të arsimit parauniversitar që e ka aprovuar edhe qeveria, nuk ekziston as edhe fjala test me shkrim për mësimdhënësit. Pra nuk ka bazë ligjore. Ai e ka thënë në takim me ne, nuk do të ketë test këtë vit, e unë prapë po e them me krejt përgjegjësi. Test nuk do të ketë asnjëherë deri në momentin sa nuk deklarohen ndryshe mësimdhënësit. Sipas statistikave të së bashkut, nga 15.372 janë kundër testit, kurse 150 mësimdhënës janë për të mbajtur testin. Afro 100 persona kanë humbur jetën në aksidente trafiku vetëm gjatë periudhës janar-gusht të këtij viti, duke bërë që vdekjet në komunikacion të bëhen faktori i dytë i vdekjeve në Kosovë. Një gjë e tillë ka alarmuar policinë e Kosovës, të cilët fajin për humbjen e jetëve në aksidente trafiku ja lënë vozitësve. Afro 100 persona kanë humbur jetën në aksidente trafiku vetëm gjatë periudhës janar-gusht të këtij viti, duke bërë që vdekjet në komunikacion të bëhen faktori i dytë i vdekjeve në Kosovë. Një gjë e tillë ka alarmuar institucionet dhe personat të cilat merren me çështje të sigurisë. Pas shtimit të numrit të vdekjeve në aksident trafiku, policia e Kosovës thonë se kanë marrë masa konkrete në ngritjen e nivelit të sigurisë në vend. Sipas tyre, faktori kryesor për shkaktimin e aksidenteve mbetet faktori njeri. Referuar analizave policore në të shumtën e rasteve është konstatuar se deri te aksidentet kanë quar te i kalimi i shpejtësisë dhe mosmbajtja e distancës. Gjithashtu edhe gjendja teknike e automjeteve dhe kushtet e rrugës janë ndër faktorët tjerë kontribues, por e ritheksojmë që faktori kryesor për shkaktimin e aksidenteve mbetet faktori njeri. Edhe pse policia thot se shkaktar kryesor që ka quar në numrin e madh të vdekjeve në komunikacion është faktori njeri, me një gjë të tillë nuk pajtohen ekspertët e sigurisë. Sipas tyre është mungesa e masave preventive dhe analizave të aksidenteve që kanë sjellë njeriun si faktor kryesor i cili ka bërë që aksidente të ndodhen. Mungesa e analizave të aksidenteve neve na sjell edhe deri te rritja e numrit të aksidenteve. Pikërisht të them këta për shkak se në rast se neve janë të na përsërit edhe vendit ku ndodhen 2 ose 3 aksidente, po kërkush nuk i bën analizit dhe kërkush janë. Unë kam përmend edhe hera tjera është liceni i Batllavës, e kemi faktorin rrugë, ku është i deformuar me rruga, edhe që zakonisht në ato raste nëse nuk intervenohet, por verifikohet dhe identifikohet vendi, atëherë gjithmonë duhet me sinjalizuar përmes shenjave. Avni Islami thot se nga ana e institucioneve të shtetit do të duhet të merren masa në sensibilizimin e opinionit mbi rrezikun e komunikacion, si dhe të ndërrohet qasja e policisë së trafikut rrugor ndaj vozetësve të cilët shkelin rregullat e komunikacionit. Si masa preventive thar se do duhet të bëjë sensibilizimi i opinionit përgjithshëm të vendoset sinjalistika që të jetë në nivelin e tuaj, si dhe të ndërrohet qasja e policisë rrugore ndaj vozetshme të pandërgjegjshëm, të cilët nuk po e përshtasin shpejtësinë apo në një farformë edhe qëllimisht po vozisin jashtë rregullat të komunikacionit. Gjatë vitit 2016 ka ndodhur 12.776 aksidente trafiku, prej të cilave 8.292 kanë përfunduar me persona të lënduar. Sipas policisë së Kosovës, krahasuar me vitin e kaluar është rritur për 20% numri i aksidenteve, të cilat kanë përfunduar me persona të lënduar, si dhe janë shqiptuar 226.855 tiketa trafiku. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur sot akt akuzë pranë gjykatës themelore në Prishtinë kundër 5 të pandehurve. BR ish imam në xhamin afër Termokosit në Prishtinë, IB hoxh nga Prizreni, EG krye imam nga Peja, MM imam nga Prizreni dhe të pandehurit FR. Sipas akt akuzës, të pandehurit BR dhe IB me veprimet e tyre kanë kryer veprën penale, shtytja për kryerjen e veprave terroriste. Të pandehurit EG dhe MM, po ashtu sipas akt akuzës kanë kryer veprën penale nxitja e urrëties, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. Ndërkaq të pandehurit FR, akt akuza ngarkon me kryerjen e veprës penale,
thirrje për rezistencë nga neni 411 paragrafi par i Kodit Penal të Republikës së Kosovës njofton prokuroria. Ndaj të pandehurve të tjerë të përfshirë në këtë çështje penale, në mungesë të provave është marrë akt vendim për pushimin e hetimeve, thuhet në njoftim. Akt akuza është ngritur nga një prokuror vendës si Prokurori Speciale të Republikës së Kosovës, i cili ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurit për veprat penale të që akuzohen t'i shpall fajtor dhe t'i gjykoj sipas ligjit. Me rastin e 150 vjetorit të lindjes së shkrimtarit Ndre Mjeda, në Prishtinë mbajt një konferencë shkencore e organizuar nga akademikët. Aty Mjeda u përshkrua si një studiues, transkriptor i aktorëve të vjetër, mjeshtër i fjalës në krijimet e tij të poezisë e prozës, si dhe gjurmues i fjalës rrallë shqipe. Në 150 vjetorin e lindjes së shkrimtarit Ndre Mjeda, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës ka mbajtur konferencë shkencore me qëllim të rikthimit të veprës së tij. Konferenca shkencore nisi me leximin e lirikut klasik të Ndre Mjedës nga Sabri Hamiti. Në këtë konferencë u prezantuan aspekte të shumta letrare dhe veprimtaria studimore gjusore Ndre Mjedës. Akademiku Kolet Stopalli Mjedën e përshkroi si një studiues, transkriptor i aktorëve të vjetër, mjeshtër i fjalës në krijimet e tij në poezi e prozë, e gjurmues i fjalës rrallë shqipe. Ndre Mjeda ka qenë gjuhëtari shqiptar më i përgatitur i brezit të tij, që e dëshmoi me studimet mirëfillta për historinë e Shqipës, si një ndër aktivistët më të zellshëm në ngjarjet e rëndësishme me vlera kombëtare. E akademiku Recep Ismaili ka folur për alfabetin e drejtshkrimit në raport me jezuetët. Madje ai Mjedën e cilëson si një poet të rëndësishëm shqiptar. Dy akademikët kanë menduar që është mirë të shënohet 150 vjetori i një poeti të rëndësishëm shqiptar, një nga të mëdhenj, Ndre Mjedja. Dhe me këtë rast është organizuar kjo konferencë me pjesëmarrës të ndryshëm nga gjitha hapësirat, prezantohen më shumë aspektet letrare, kuptohet sepse Ndre Mjeda ishte në radhë parë poet, ishte edhe prift, ishte edhe gjuhëtar shumë i mirë. Ka 3-4 sende, 3-4 kumtesa që prezantojnë. Ndërsa akademiku Negja Daci si pjesëmarrës tha se Mjeda nuk ka qenë vetëm poet e gjuhëtar, por ka qenë një personalitet universal, pasi që është marrë me polemika të ndryshme. Mjeda ju e pat për shembull që ka qenë një personalitet universalist, jo vetëm poet ose gjuhëtar, por është marrë edhe me polemikat në konferencat e ndryshme. Unë e përgëzoj seksionin e gjuhësisë dhe letërsisë, në këtë rast Akademinë e Shkencave, dhe po e vazhdojmë një traditë të mirë që ka filluar vite më parë. Të pranishëm në këtë konferencë shkencore ishte edhe Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Shala dhe Ministri i Arsimit, Shkencës e Teknologjisë Arsim Bajrami. Filmi Home Sweet Home do të përfaqësoj Kosovën si propozimi zyrtar për konsiderim në kategorinë filmi më i miri huaj të Akademisë Oscar. Vitin e kaluar, Kosova ka propozuar filmin Babai të Visar Morinës, ndërsa propozimi i parë ka qenë filmi Tri Dritare dhe një varje nga Isa Qosja. Filmi Home Sweet Home do të përfaqësoj Kosovën si propozimi zyrtar për konsiderim në kategorinë filmi më i miri huaj të Akademisë Oscar. Filmi debutues i Faton Bajraktarit, Home Sweet Home, me skenar nga Zymber Kelmendi, u luajnë aktorët e njohur si Donat Qosja, Arta Muqaj, e Shkumbini Strefi, pati premierën ndërkombëtare këtë vit në festivalin prestigjioz Karlo Vivari. Ky film tregon historinë e Agronit, i cili për disa vite ka qenë i zhdukur dhe pasi kthehet në shtëpi, ai përballet me rrethin, të cilët emrin e tij e kanë përdorur për përfitime personale. Home Sweet Home është prodhim i kompanisë filmike Cine Production dhe Arnell Production, me producent Trim Musliu dhe Senad Abduli, i mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës dhe nga Agjencia e Filmit në Maqedoni. Ky është viti i tretë që Kosova propozon film për konsiderim për filmin më të mirë të huaj në Oscars.
Vitin e kaluar, Kosova ka propozuar filmin Babai të Vjisar Morinës, ndërsa propozimi i parë ka qenë filmi 3 dritare dhe një varje nga Isa Qosja. Për më shumë në këtë fillim vet, filmi i shkurtër Shok ka qenë i nominuar në kategorinë Best Live Action Short Film në Akademinë Oscars, duke shënuar kështu herën e parë që një film kosovar nominohet për Oscar. Këtu jam. Në varr temin kush është? Ku di unë e burr kush është aty? Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare. Kombet e Bashkuara thënë se numri të vrarëve në konfliktin në lindje të Ukrainës ka kaluar në 9600 persona. Zyra për të drejtat e njeriut e OKB-s tha se ka dokumentuar 9620 vrasje të lidhura me konfliktin dhe 22431 të plagosur. Viktimat përfshin forcat të armatosura të Ukrainës, civil dhe antar të grupeve të armatosura. Konflikti në lindje të Ukrainës midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus ka nisur qysh në mes të prillit të vitit 2014. Muaj më parë, palët kanë arritur marrëveshje për armpushim, por ajo është shkelur vazhdimisht. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar për vrasjen e qindra terroristëve të ISIS-it në qytetin Tedmur të Sirisë. Agjencia ISNA e lajmeve njoftoi se Ministria e Mbrojtjes së Rusisë deklaroi se gjatë operacioneve për asgjësimin e sulmit të terroristëve të ISIS-it kundër qytetit Tedmur të Sirisë janë vrarë të paktën 250 terroristë të ISIS-it dhe janë shkatruar shumë automjete ushtarake të tyre. Viktor Buzhinkar, komandant i dhomës operacioneve të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Rusisë, theksoi se forcat ajrore ruse të martën kanë kryer sulm kundër pozicione terroriste në veri të Tedmurit. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ, por para se të ndahemi ju njoftojmë se sonte në ora 20:45 një sezon i ri emisionit politik i drejtuar nga Sejdi Demiri. Të ftuarit e parë të tij janë Naser Rugova, Donik Sallova dhe Fatmir Sheholli. Me ta do debatohet rreth ndikimit të listës serbe në proceset rëndësishme të shtetit. Politika në këtë sezon do të jetë një format tjetër me panelistë të rregullt, ndërkohë që për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve që ndodhin në vende në botë, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miropafshim.